E falenderojmë Zotin që na boni të mundshme me agjëru këto ditë të bekuara të muajit shenjtë Ramazanit. E falenderojmë Zotin për çdo namaz që na ka mundsuar me bë. E falenderojmë Zotin për çdo sadaka që na ka mundsuar me bë. Falenderojmë Zotin për çdo buzëqeshje që ja u kemi dhuruar njerëzve gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Sepse edhe buzëqeshja është sadaka. Tha pejgamberi i dashur Muhammed alayhi salatu wassalam. Islami dhe Kurani ka ardhur me ndryshu jetën njerëzve për së miri. Pra ka ardhur që njeriu me bë njeri. Do të ndalem në 3 pika shumë interesante për të cilat Kurani flet me të madhe. Çka i duhen çdo njeriu në jetën e përditshme. E qëto 3 pika i ka ushqy mas shumë të ma dhe i ushqen mas shumë të ma fjala e Zotit, kelam Allah që është Kurani. Por, bashkë në qitë muaj që është muaj Ramazanit, pra që është muaj Kuranit, shehru Ramadan e ledhi unë zile fihi Kur'an, është muaj pra që ka zbrit Kurani, po çka është Kurani? Kurani është fjala e Zotit. Imagjinoni njeriu kur lexon një prozë ose një poezi, i duket shumë interesant se çka ka dashur me thonë autori i asaj poezi ose proze. Po mu nal e me analizu se çka ka dashur me thonë Zoti në Kuranin e tij famlar, kjo është më interesant. Krijuesi jon çka po na thot ne. E çto 3 pika që du mu ndal sonte në këtë takim pas iftari, me gjithë ta vëllezër besimtarë që kanë ardhur miq e dashamir me na nderu, Zoti i shpërbleft. Është shumë interesant. Këto 3 pika i kisha marrë për veti qysh sonte, por ja u kisha rekomanduar dhe juve. Islami ka ardhur me rregullu 3 sektor mjaft interesant. Në 1, me mendu mirë. Në 2, me fol mirë. Dhe në 3, me punu ose me vepru mirë. E për çeto 3 pika, Zoti na ka treguar në Kur'an dhe i dërguari i tij Muhammed alayhi salatu wassalam na i ka shpjegue, na i ka sit mas mirë të kështu, që na me pas të qarta dhe me pas, domethënë si pasqyrë, si zgjidhje. Mendimi mirë. Zoti shpesh herë në Kur'an, kur ne lexojmë për shembull bëjmë hat me Kur'anin se e lexojmë komplet Kur'anin, Zoti thotë efela taqilun, a nuk po mendoni. Pra, për i thot njeriu të insonit fute pak trunin punë, logjiko pak, mos i bë zarar të jetës, mos bë gjëra që nuk janë abnormale, domethënë që janë jashtë kontrollit logjikës pastër njerëzore. Sa thot e fela tubsirun, ka dalë ka shë. Pra, shikohet çka je të bën, ha? Mos e vendos pengesën rrugë, po hiqe pengesën për rrugë, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Imani është 73 deg. Pra deg 73, thot më e lartë është me thonë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, më e ulët është largimi një pengese nga rruga. Dhe pikërisht ky muaj Ramazanit, e këto ditë të bekuara kanë ardhur me ndryshu që të progresion, me fut trunin progres, me mendu truni jon pozitivisht. Se ti kur agjeron, ndalesh për ushqimit, hajes, pijes, nuk është ti mu bë nervoze, mu bë saltanet aty, pra, me thonë, ku çoj, ku buka, ku kjo mu bë diktator para bashkëshortes ose para nanës ose para motrës. Jo, larg asaj. Përkundazi, ti do të më kon më rahmetli. Ky është muaj rahmetit, ky është muaj faljes, ky është muaj amnistisë. Jo muaj domethënë i egos, sepse Islami ka ardhur me largu egon, me mposht, me djeg, me shkrinj egon. Pastaj, mendimi mirë, gjithë Kurani, nëse e lexojmë, ka për qëllim njeriu me fut me mendu pozitivisht, me mendu mirë. Hudal lil muttaqin, kur thot Zoti në Kur'an, kjo është udhëzim për bamirësit. Pra trunit me njëherë ja jep sinjalin që ti duhet me bë mirë. Pra Kurani vazhdimisht kur e lexojmë na fut me bë veç vepra, pra vepra të mira.